Ngecën në terrenin e thepisur të qafë Valbonës shpëtohen 2 turistët belg. 2 turistë nga Belgjika kishin mbetur të bllokuar në një terren thepisur dhe me dëbor në zonën e qafës së Valbonës. Sipas njoftimit të rreth orës 14 është marrë sinjalizimi se turistët të cilët po eksploronin Alpet e Valbonës nuk mund të vijonin lëvizjen për shkak të kushteve të vështira të terrenit. Menjëherë pas kësaj, shërbimet e Komisariatit Policisë Tropoj në bashkëpunim me ekipin e kërkim shpëtimit Valbonës nisën operacionet për gjetjen e tyre. Pas disa kohësh kërkimi në këmbë, forcat e policisë dhe ekipi i shpëtimit arritën të lokalizojnë turistët në zonën e qafës së Valbonës dhe t'u ofrojnë ndihmën e nevojshme. 2 shtetasit belg janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe janë akomoduar në një bujti në Valbon, ndërsa kanë falenderuar autoritetet për reagimin e shpejtë dhe profesional.